Si që tham, janë 4 tranzite reale për muajin korrik, është dielli dhe Marsi te Gaforia. Dielli qëndron te Gaforia deri më 22 korrik, ndërsa Marsi sjell dinamizëm në këtë shenjë ujore pothuajse gjatë gjithë muajit. Kjo është arsyeja pse për shenjat e ujit, Gafore, Akrepin dhe Peshqit dhe shtëpit përkatëse diellore është parashikuar ai fokus i madh te familja, pronat dhe intuita. Pastaj është tranziti tjetër Venusi te Luani, që është në mes të muajit. Venusi zhvendoset te Luani, gjë që sjell atë ndryshimin e madh të atmosferës nga private emocionale në publike, dramatike dhe plot shkëlqim, veçanërisht për Luanët dhe dashët në dashuri. Pastaj është katrori i Mërkurit te Luani me Uranin te Demi. Ky është aspekti eksakt që krijon tensionin e mesit të muajit. Mërkuri te Luani përplaset në një kënd 90 gradë me Uranin tek Demi, gjë që sjell ato kthesat e papritura në biznese, kontrata dhe lajme